njëri, jo vetëm si vetëdijsim apo ndërgjegjësim për ekzistencën e saj e të tjera, por edhe në aspektin diplomatik dhe në komunikimin ndërshtëtoror. Prandaj Kosova sot nuk është një e panjohur. Në anën tjetër, Kosova ka bërë progres të madh në bashkëpunim me Shtetet e Bashkuara dhe vendet e tjera të Bashkimit Evropian, në ngritjen e kapaciteteve shumë dimenzionalisht, qoftë në ndërtimin e shtetit, kapaciteteve shtetërore, dhe sidomos nëse po flasim më konkretisht për fushëveprimtarinë e NATO-s si organizatë politike dhe ushtarake, në gjitha këto dimensione, Kosova sot është pothuajse e gatshme për të bërë antare pothuajse në nivelin e barabartë. Kuptohet me kapacitet aq sa ka kapacitete veta, por sa i takon qëllimit, qëndrueshmërisë, asaj që quhet sustainability, në gjithë këto angazhime, Kosova do të ishte një aleate shumë e mirë brenda NATO-s. Dhe jam optimist se një ditë kjo gjë do të ndodhë. Mund të themi të njëjtën gjë për situatën politike të brendshme në Kosovë aktualisht? Jemi në pauzë dhe sa mund zjas një gjë e tillë. Një koment ndoshta nga ana juaj. Ju keni të drejtë dhe është paksa, le të themi, të përzgjedhim fjalë më të buta, është ironike nga një aspekt. Pra ka një lloj kontroverziteti ndërmjet asaj. Në njërin anë kemi zhvillime të mëdha, po në anën tjetër, sidomos në këto një vit e gjysmë, politikanët e Kosovës kanë treguar performancë të dobët në vazhdimin e forcimit dhe konsolidimit të shtetësisë të Kosovës, dhe këtë pa dallim. Pra, është një mënyrë ironike se si është e mundur që Kosova në 18 muajt e fundit merret për gjëra pothuajse për betejë pothuajse të kota ndërmjet faktorëve politik, duke mbetur pa institucionin, pa disa institucione deri tani dhe aktualisht derisa po flasim pa institucionin e presidentit. Pra, në këtë ka ndodhur që me kuadër të epopesë së UÇK-s dhe rënies së familjes Jashari në 5, 6 dhe 7, kuvendi është shpërbër, dhe sot me 24 mars ne ende kemi kuvendin e shpërndar apo në proces të shqyrtimit tani në gjykatën kushtetuese dhe ende nuk kemi president. Kisha pasur dëshirë që kjo të prek ndërgjegjësinë